Qytetarët në Vlorë po përballen me pritje të gjata për zgjidhjen e çështjeve, ndërsa mungesa e gjyqtarëve dhe mbyllja e apelit kanë rritur ngarkesën. Kreu i dhomës avokatisë Durim Bajrama i thotë se reforma në drejtësi, e cila synoi pastrimin dhe forcimin e sistemit gjyqësor, ka sjellë pasoja të ndjeshme në funksionimin e institucioneve. Tek gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, pothuajse situata është alarmante sepse aty nuk po gjykohet. Aty gjykohen vetëm masa sigurie. Qytetarët vlonjat, por jo vetëm këta, të gjithë qytetarët shqiptar, nuk kanë më aksesin në drejtësi. I drejtohen gjykatës për të zgjidhur një problem dhe marrin vetëm gjykim tani në shkallë të parë dhe presin me vite të tëra për të gjykuar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Aktualisht në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë janë në detyrë 13 gjyqtar nga 16 të planifikuar në strukturë. Në këtë gjykatë shqyrtohen mesatarisht rreth 480 çështje në muaj. Shqetësuese mbetet kohëzgjatja mesatare e shqyrtimit të çështjeve. Sipas analizës vjetore të vitit 2023 për çështjet civile duhen mesatarisht 263 ditë, ndërsa për ato penale 101 ditë. Ndërkohë që sipas Bajramaj stoku i dosjeve daton që prej vitit 2017.